A mendon ti që nëse nuk do t'ishte Elvana Gjata në Dy Gishmjal, do t'a kishte suksesin e njëjtë me një aktore profesioniste? Absolutisht nuk mendoj. Apo sukses më të vakët? Nuk e mendoj që do kishte të njëjtin sukses. Pa dyshim që Elvana është çelës kyç në arritjen e atij e suksesit të atij filmi, edhe madje besoj shumë që nëse dikush tjetër do ishte në rolin e Elvanës, ndoshta nuk do nuk do ishte ai shpërthimi i fillimit që bëri bumin e madh në kinematografinë shqiptare, që ne thyem çdo rekord dhe çdo lloj kinemaje ishte mbyllur për gati 3 muaj me radhë, që s'ka ndodhur kurrë më. A mendojnë që me që e ke shoqë Elvanën, a mendojnë që Elvana do ta përfaconte më mirë sipas këndvështrimit tënd Shqipërinë në Eurovision? Unë Elvana nuk e kam shoqë, e kam si vlla. Po sigurisht që nuk e di çfarë po ndodh me këtë punën e Elvanës në Eurovision, sepse shkon deri aty ke dera e Eurovisionit, edhe pastaj dikush tjetër e merr. Po ndodh për shumë vite me radhë kjo gjë, edhe nuk e di kur do ndaloj. Çka i kishe thonë si life coach Elvanës në këto raste? Mos hiq dorë. A me provu përsëri? Gjithmonë. Ne ose fitojmë, ose mësojmë. Asnjëherë nuk humbasim. Kështu që eksperienca nuk është mësuesi më i mirë, por eksperienca është i vetmi mësues. E bukur. Never give up. E ke pas edhe një reagim për Luizillin. Po, në vitin 2024, vitin e kaluar. Se viti i kaluar ka qenë i përmbushur portalet me deklarata të ndryshme tuat. Ki thonë që Luizi nuk do di ta shfrytëzoj famën e tij, ose do të ketë një famë të shpejtë e cila do zbet me kalimin e kohës. E kam thonë këtë? E ke thënë. Okej. Çka do ndodh me Gjesin tani, si life coach? A mendon që i duhet Gjesit edhe një nga trajnimet e tua që me ditë me menaxhu më mirë famën edhe mos mu zbe me kalimin e kohës? 100%. Patjetër, e besoj shumë të. Edhe ideja është që shpesh njerëzit që fitojnë llotarinë në 100% të rasteve, njerëzit që fitojnë llotarinë, që marrin për shembull mbi 1 milion euro, autoshkatrohen, i humbasin të gjitha parat dhe gjithmonë janë në një gjendje më të keqe se përpara se ta fitonin llotarinë. Kjo është një fakt. Madje në Amerikë janë bërë shumë studime për këtë dhe kanë arrit në një pikë që nëse fiton llotarinë atje, pra një fiton shumë të mëdha, 10 milionë, 100 milionë etj. Ata nuk ta japin llotarinë, nuk t'i japin parat, është në kontratë aty në bilet, nuk t'i japin parat deri një vit mbasi e ke fituar.